Ende nuk ka përgjigje nga autoritetet bullgare nëse do të realizohet takim dypalësh për kontestin dhe integrimin evropian në margjinat e samitit të NATO-s në Hag në fund të këtij muaji. Kryeministri Hristijan Mickoski akuzoi se Bullgaria po e përdor antarësimin në Bashkimin Evropian si armë. Но планирам деновиве лично да се слушнам со претседателот на Европскиот совет, господинот Кошта, бидејќи тоа беше негова идеја. Ние ја прифативме без резерва. Веднаш рековме нема никаков проблем. Дали има некаков одговор од другата страна? Nga ana tjetër, kryetari i LSDM-s Venko Filipçe vlerësoi se kryeministri po udhëheq qeveri autoritare. Ai këtë e tha në Athinë në prani të ish kryeministrave Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras, duke folur për përfitimet e marrëveshjes së Prespës. Prespa agreement solved multi-decade issue between North Macedonia and Greece and allowed North Macedonia to become a NATO member. Unfortunately, we did not become an EU member, although the wish is here, the appetite is still here. We have a right authoritarian government currently in our country, which is not willing to push the country forward. So it's like a vaccine. We got the first dose with NATO, we didn't get the second dose. Kryeministri nuk e ka të qartë se në bazë të cilave kritere Filipçe ka dalë me konkluzion të tillë. Не знам што е тоа што го предизвикало тоа чувство. Јас па напротив, мислам дека поголема слобода во општеството од оваа една година која што е и во медиумите не постоела. Përveç LSDM-s, paraprakisht edhe nga BDI akuzuan se pushteti ka agent anti-europiane, po e ndalon procesin e integrimit evropian, duke vendosur Maqedoninë në ndikimin e autokracive lindore.